Pas daljes së Dëxhallit dhe shkatërimit të tij nëpër tokë, Allahu i lartëmadhërisëm e dërgon Isain alayhis salam dhe e zbret në tokë. Isa alayhis salam zbret në minaren e bardhë në lidhje të Damaskut në Sham, i veshur me 2 robe të lyera me shafran dhe me të kuqe. Duart i ka vendosur mbi krahët e 2 engjëve, kur e ul kokën në ujë i pikon dhe kur e ngre, rrokullisën prej tij si kokriza pellash. Çdo jo musliman që e arrin fryma e tij vdes, dhe fryma e tij arrin atje ku arrin shikimi i tij. Ai do të zbresë dhe do t'i bashkëngjitet grupit të shpëtuar, i cili lufton për të vërtetën, i bashkuar kundër Dëxhallit. Isa alayhis salam zbret kur muslimanët janë bërë gati për ta falur namazin, dhe prisi i muslimanëve, i cili sipas mendimit më të saktë është Imam Mehdiu, i thot atij: "O shpirt i Allahut, del përpara dhe na prinë namaz." Mirpo Isa alayhis salam thot: "Jo, del ti përpara, sepse thirrja për namaz është bërë për ty." Dhe kështu, kur Isa alayhis salam zbret, gjëja e parë që do të bëj do të jetë falja e namazit me muslimanët, dhe prisi i muslimanëve do t'i udhëheqë në namaz.